Pas lagjmit tronditës për ndarjen nga jeta të këngëtarit të dashur, Shpat Kasapi, ka mbërritur edhe reagimi më prekës e më i dhimbshëm, ai i partneres së tij, Selvie Jao. Ajo, e cila ka qëndruar pranë tij deri në momentin e fundit, ka ndarë me publikun një mesazh që përshkon zemrat me dhimbje dhe mall të pamas. Nëpërmjet një postimi të gjatë në rrjetet sociale, Selvie ka zbuluar detaje të rënda rreth çasteve të fundit të Shpatit, duke konfirmuar se ai është shuar në krahët e saj, teksa ndodheshin së bashku në Itali. Sipas saj, ditët e fundit ishin të vështira, por të mbushura me shpresë, pasi çifti ishte duke luftuar për të siguruar dokumentet e djalit të tyre, Roelit, në mënyrë që ai të përfitonte trajtimin logopedik që i nevojitej aq shumë. Ajo rrëfen se pavarësisht stresit dhe lodhjes së vazhdueshme, ata kishin gjetur forcë tek njëri tjetri, duke menduar se pas gjithë këtyre përpjekjeve, së paku e ardhmja e djalit të tyre do t'ishte më e sigurt. Ndrove jetë në krahët e mi o jetë, shkruan ajo me dhimbje së pamas. Sa të lumtur ishim që më në fund Roelit ku i bëheshin dokumentet në Itali, që të mund ta qonim tek logopedët më të mirë. Sa jemi lodhur, sa jemi stresuar, dhe askush nuk e di çfarë kemi kaluar. Pjesa më rrëqethse e mesazhit është kur Selvie përmend dhimbjen e pashërueshme të faktit që Shpati u largua nga jeta pa e dëgjuar të birin t'i thërriste babi. Ki ishte një ndër ëndrat e tij më të mëdha, një moment që ai e priste me padurim, por që nuk arrite ta përjetonte. Nuk prite ta dëgjoje duke të thyrur babi, nuk prite Shpat. Nxitove dhe nale vetëm, e le Roelin jetim në një kohë kur duart e tua i duheshin më shumë se kurrë, shkruan ajo, duke tronditur çdo njeri që lexon rreshtat e saj. Në mbyllje të dedikimit të saj të dhimbshëm, Selvie i drejtohet Shpatit me një mesazh dashurie që te i kalon kufijtë e jetës. Më thoje gjithmonë se do të më doje derisa vdekja të na ndante, por pse u ndave kaq shpejt nga jeta në krahët e mi? Pse ma këpute zemrën kështu, o jetë? Inshallah, takohemi në xhenet, përfundon ajo, duke lënë pas një mesazh që e bën edhe më të vështirë pranimin e kësaj humbje të madhe.